Gjykata e posaçme e gjeti fajtore dhe personin e dytë që si avokat dhe i afërm i familjes Vladi ndërhyri për të lehtësuar pozitën e të akuzuarve në dosjen Toyota Yaris. Radovan Çela për shkak të kërkesës për gjykim të shkurtuar përfitoi zbritje të 1/3 së dënimit, çka do të thotë se nga 4 vite burgim ai do të vuajë vetëm 2 vjet e 8 muaj heqje lirie. Vendimi u dha mbas pretensës së prokurorit të posaçëm zotit Klodian Braho, i cili ngriti ndaj avokatit Çela akuzat të korrupsionit dhe ushtrimit të ndikimit të palishëm në 6 raste, që të gjitha ndërhyrjen në çështje nën procedim, mes tyre dhe fashikulli i hetimit pasuror ndaj Suel Çelës, një i kërkuar i drejtësisë shqiptare. Avokati Çela 2 ditë më herët kërkoi pafajësi duke insistuar se nuk ka përdorur SKECC dhe se nuk është ai personi që flet për çështjet, por ky version u konsiderua i paprovuar dhe nuk u mor parasysh nga gjykata, e cila çmoi se avokati Radovan Çela i ka kryer veprat në bashkëpunim me persona të tjerë. Një ndërta është ish prokurori i Vlorës dënuar nga e njëjta gjykatë, ndërsa mbetet në kërkim oficeria e policisë gjyqësore, e cila akuzohet se përmes SKECC ndikoi në lehtësimin e dosjeve penale, mes tyre edhe për Toyota Yaris, njohur kështu sipas markës së automjetit, në të cilin në portin e Durrësit u bllokuan 3.4 milionë euro. Por ndërsa drejtësia sekuestroi shifrën dhe u vu në kërkim të burimit të tyre, që e vështirë për prokurorinë dhe gjykatën shqiptare, të provonte se kjo shumë ishte e pajustifikuar. Sky tregoi vite më vonë se cila që e vërteta edhe e fatit të Toyotës.